Roda Kanal nga Elbasani, kështu që shumë faleminderit për mbështetjen. Sot kena banor nga gjithë rrethi jonë, ka banor që kanë ardhur nga Lezhë, nga Velipoja. Dhe shumë faleminderit gjithëve. Sot është një gjë shumë e bukur sepse në të njëjtën kohë që ne po protestojmë këtu, po zhvillohet një protestë edhe në Vlorë. Sot ne e kuptojmë gjithë që nuk jena vetëm në Rjoll, një problem kaq i madh, po ndodh në gjithë Shqipërinë. Kjo qeveri është zotu vetëm për i gjatë, për me na baj jetën të pamujtur në këtë vend. E filloi tu na marr drejtësinë, tu na marr arsimin, shëndetësinë, tash do na marrin edhe pronën. Prona, që është lidhja më e fortë e çdo individit me dheun e vet, kjo qeveri është zotu me e marr. Edi Rama ka hap një real estate të vetëm ndërkombëtare që piketon çdo tokë të bukur në trojet shqiptare edhe e jep në shitje për interesat e veta personale. Na është detyrë gjithë secili qytetar, jo vetëm e rrjollorëve, për të mbrojtur jo vetëm pronën e vet, për të mbrojtur atë dhenë që na kanë lënë të parë trashëgimi. Atë dhenë për cilën gjyqëtar ndoshta kanë dhënë jetën, e patjetër që të parë tan kanë dhënë jetën e kanë sakrifikuar dhe familjet. E ne është minimumi që mund të bëjmë të sakrifikojmë disa orë nga ditët tona, nga koha jonë, për me protestu dhe për me i tregu Edi Ramës dhe çdo kujt tjetër që don me marr pronet e shqiptarëve, që prona jonë nuk preket. Nuk jepet për pazaret e individëve dhe as qeverisë. Nuk jepet për pazaret e individëve që sponsorizojnë qeverinë. Nuk ka Shqipëria oligarkëve, Shqipëria është e shqiptarëve. Edhe Rjolli është i rrjollorëve e nuk është as i Fatmir Shpellës që kanë përdorur si prestanome për me marrë këtë pronë, e as e bashkimullës që do me nërtu këto me prapavi politike dhe interesat e veta i dinaj vetë, se kush e mbështet e kuj me ka do ndajnë resortin. Tokën e rrjollorëve nuk e ndan dot as Fatmir Shpellza dhe as bashkimullaj, as Edi Rama dhe as ministrat e tij. As zëvendës kryeministrja që dele thot respektojmë drejtësinë, respektojmë gjyqësorin. Po të kishte respektu gjyqësorin ajo, sot këtu nuk do kishte asnjë punim. Fakti që na jena procese gjyqësore, fakti që na kena dokumenta procese gjyqësore që 96-ën, tregon që ata nuk pyesin për drejtësi, ata pyesin vetëm për interesat e veta personale. Ndaj duhet të bëna të gjithë bashkë, çdo ditë më shumë e çdo ditë më të fortë për të mbrojtur atë dhenë tonë për fëmijët tanë. Ndoshta për shumë prej nesh do kishte kanë shumë rahat rishim në shtëpi, në rahatinë e gjithë secilit, në rahatinë e vet, por është detyrim që kena ndaj të parëve dhe ndaj pasardhësve tanë që ta mbrojmë Shqipërinë e ta mbrojmë tokën tonë. Në Rjoll është një gjë shumë e shëmtuar që po ndodh, mas nesh është bëj masakër, mas nesh e para nesh është bëj masakër mjedisore. Rjolli është zonë e mbrojtur, është një nga të paktat vende në Shqipëri që është pjesë e konvencijës Ramsar dhe pretendohet që avash të hyjë edhe në UNESCO, sepse Ramsar është hapi i parë për të pretenduar pastaj për të futur në UNESCO. Por me këtë që po bëjnë këta, nuk ka UNESCO, nuk ka Ramsar e nuk ka agjenci mjedisore që mund ta shikojnë ma me sy Rjollin. Rjolli është zonë e mbrojtur vetëm për juve, për të mos ju legalizuar shtëpiat, për mos më ju lënë me jetu e për mos më zhvilluar asnjë biznes. Në kohën që vjen oligarku, zonat e mbrojtura nuk janë më zonat mbrojtura, janë pjesë e pazareve që bëjnë tavolinë qeveritarët me investitorët e tyre. Ndaj ne si shqiptar duhet të mbrojmë atë që është e jona dhe të mos e lejmë tokën tonë të jetë plaçk pazarit për qeveritarët dhe për oligarkët. Besoj shumë fort që në ditë të ardhshme ne duhet të mbështesim edhe banorët e Vlorës, po diskutojmë që të bashkohena dhe të organizojmë protestat përbashkëta dhe në Rjoll dhe në Vlorë. Duhet jena gjithë bashkë për të ndaluar këtë masakër që po bëhet në gjithë Shqipërinë. Në qoftë se do bëna bashkë, do të tregojmë që ja dalim dhe do jetë sigurt që ja dalim. Shqiptarët kanë treguar që mundën me ndalu gjëra kur bëhen gjithë bashkë, kanë treguar me armë kimike, kanë treguar me protestat e studentëve. Dhe besoj që prona është një gjë aq e madhe sa dhe gjuha, që po protestohet shumë fort në Maqedoninë e Veriut, sepse pa gjuhë, pa tokë nuk ka dhenë. Normalisht gjuha është identitet që do na ndjekin gjatë gjithë jetës tonë, por në qoftë se na marrin pronën, si mund të lidhna ne me dheun tonë? Ndaj duhet bashkohena gjithë dhe duhet luftojmë shumë fort për të ndaluar këtë masakër që po bëjnë. Ju falenderoj gjithëve që keni ardhur. Kam edhe një mesazh të fundit për ndërtuesit e resortit, që ja kanë ndruar emrin nga Blueborg, ja kanë bërë Bugs Bay. Kanë marrë edhe një agjenci marketingu ndërkombëtare që të fshin gjitha reviewt edhe gjitha opinionet e banorëve dhe shqiptarëve të vërtet,
ta pasqyrojnë si kur Bugs Bay nuk ka asnjë lidhje me këtë që po ndodh këtu prej një viti e gjysmë tashmë. Sa do që të mënonin Daci Bugs Bay të marrin gjitha fshatrat me radhë, historinë e Rjollit nuk do ndryshojnë dot. E vërteta është që këtu jena në Rjoll, ndërsorti Blueborg ka filluar të ndërton tokën e rjollorëve, ja kanë ndruar me ja kanë ba Bugs Bay, po çdo kush që do tentojnë me ble në Bugs Bay do shikoj se çfarë po ndodh në vërtet dhe se ky resort po ndërtohet në tokat e grabituna të rjollorëve. Dhe kjo është një tentativë kod asaj kompanie për të fshi historinë dhe të vërtetën. Nuk ka shqiptar që do vi dhe do blejnë pron këtu, po gjithë ne që jena këtu. Pa marrë vesh që po na grabitet toka me forcën e shtetit dhe të kthyer në policë. Që është gjë shumë e shëmtuar. Policia e shtetit duhet ishte në mbrojtje të banorëve, në mbrojtje të vërtetës dhe të drejtës, por policia e shtetit është kthyer në roje private të Genërdyshit. Gjëja më e shëmtuar që mund ndodhin. Policia e shtetit bëhet palë me grabitësit e tokave shqiptare, ndërkohë që ata duhet ishin të parët në radhë për të mbrojtur çdo centimetër tokë shqiptarëve. Ndaj një thirrje për gjithë ju që angazhoheni edhe online edhe suportoni shumë Rjollin edhe online, mos harroni të përmendni që Bugs Bay është Blueborg. Nuk ka si diferencë, thjesht është një ndryshim emrit formal për arsye marketingut që ata të mos e lidhin resortin me të vërtetën dhe me historinë e Rjollit. Bugs Bay nuk do ndërtohet në tokën e rjollorëve. Bugs Bay nuk do shitet të shqiptarët. Shqiptarët nuk do investojnë në Bugs Bay, as në Blueborg edhe as një emër tjetër që ata do ndryshojnë dhe do i vendosin. Faleminderit gjithë që jeni.